Disa orë pasi liderët europianë ranë dakord të shkojnë më tej për të siguruar paqen në Ukrainë, presidenti Vladimir Putin ka sugjeruar një qeverisje të përkohshme në vend në mbështetjen e OKB-s. Presidenti rus thotë se qeverisja kalimtare në mbikëqyrjen e OKB-s mund të hap rrugën drejt bisedimeve për përfundimin e konfliktit. Ai shton se qeveria do të mbikëqyret nga OKB-ja derisa të mbahen zgjedhjet për ta dorëzuar pushtetin e asaj që ai quan një qeveri të aftë. Dje në Paris, liderët e Britanisë së Madhe dhe Francës na njoftuan se do të bëhet më shumë presion Putin për t'i dhënë fund luftës. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer akuzoi Vladimir Putin se luan lojra dhe luan me kohën. Starmer tha se Evropa duhet të shkojë më tej për të mbështetur procesin e paqes, duke përfshirë rritjen e sanksione. Ndërkohë, presidenti rus sugjeron se mbikëqyrja e OKB-s do të ekzistojë për të mbajtur zgjedhje demokratike në Ukrainë, në mënyrë që të sjellë një qeveri kompetente të besuar nga njerëzit. Ai thotë gjithashtu se Rusia më pas do të zhvillojë bisedime të traktatit të paqes me atë qeveri dhe nënshkruan dokumenta legjitime që do të njihen në mbar botën dhe do të jenë të besueshme dhe të qëndrueshme. Duke përmendur shembuj të përfshirjes së OKB-s në Timorin Lindor, Guinenën e Re dhe pjesën të ish Jugosllavisë, Putin thotë se praktikë e tillë ekziston.